Doktoresha, është e vërtetë që tek fëmijët në këtë periudhë COVID-19 apo edhe forma që janë paraqitur gjatë kësaj kohe kanë qenë më të vështira se sa janë shfaqur tek të rriturit. A mund ta shpjegojmë edhe arsye njëkohësisht? Po, kanë pasur raste, janë bërë tamponet, janë izoluar dhe janë vërtetuar që janë sidomos në rastet e shtrimeve në spital. Po. Është identifikuar shkaktari që është virusi SARS-CoV-2 apo sëmundja COVID-19 dhe këto raste të cilat mund të ngatrohen dhe mund të marrin atë klinikën e zakonshme të një viroze tjetër të rrugëve të sipërme respiratore, por përkeqësimi i situatës dhe shfaqja e bronkopneumonive të cilat edhe dallohen dukshëm në ekzaminimin ekografik apo radiografik, më mirë, këto fëmijë çon deri në shtrimet në spital dhe në marrjen e terapive pastaj edhe deri në terapinë intensive. Pra, nuk janë të gjithë rastet që shkojnë drejt kësaj rruge, por kemi raste të tilla që ndërlikohen. Ashtu siç ndërlikohet edhe virusi i gripit apo influenca që te fëmijët e vegjël, sidomos nga mosha 6 muaj deri në moshën 5 vjeçare, 6 vjeçare, janë më të rrezikuar, janë ata që quhen grupe në risk, ashtu siç janë të moshuarit, të sëmurët kronik që kanë sëmundje bazë, sidomos astma bronkiale, por edhe gratë shtatzana, dhe ato janë më të rrezikuara për komplikacionen të gripit, ashtu dhe fëmijët e vegjël janë më të predispozuar për të bërë grip të formave të rënda.